Një prej koleksioneve më të njohura në mbar botën për artin bashkëkohor, koleksioni i Këshillit Britanik ekspozohet për herë të parë në Shqipëri. Ky koleksion, i cili ka fillestat e veta që nga themelimi i Këshillit Britanik 1934, ka për qëllim promovimin e artistëve britanik, tha drejtori i Galerisë së Arteve, Ruben Shima. Mund të them që kjo ekspozit sjell pjesë nga të gjitha qëndrimet më në zë në artin britanik të këtyre 30 viteve të fundit, dhe që nga konceptualizmi me rënjë një tendencë ose një tradit me rënjë të thella në këtë vend, deri tek artist, puna e të cilëve është në ndikimin e fortë të ideve postmoderniste. Ekspozita reflekton ndryshimet që ka pësuar shoqëria britanike gjatë kësaj periudhe dhe rolin edukues dhe ndikues që ka marrë përsipër arti pamor në ndryshimin e saj. Ky është eventi më i rëndësishëm i artit pamor që zhvillohet në Shqipëri. Ajo çka është më e veçantë në këtë koleksion përfshihen 8500 piktura, skulptura, vizatime, akuarel, fotografi dhe instalacione komplekse, multimedia dhe video. Koleksioni pasqyron suksese dhe zhvillimet e artit britanik nga dekadat e para të shekullit 20 deri në ditët tona. Ndjehemi i privilegjuar që jam pjesë e kësaj ekspozite udhëtuese sepse shumë artistë pjesëmarrës kanë qenë frymëzim në krijimtarinë time dhe sepse Këshilli Britanik bleu disa prej punëve të mia. Dhe ajo çka e bën më unike këtë ekspozitë është udhëtimi në vende të ndryshme të botës. Ekspozita Made in Britain sill në Tiranë rreth 111 vepra në pikturë, skulpturë, grafik, fotografi, instalacione që përfshin një ark kohor prej 30 vitesh.